ne si thirë sa në rrugë të Zotit, gjithmonë mundohemi me lujt rolin e përmirësuesit. Edhe rolin e kundërt nga armiku jonë i përbetuar, shejtani. Për shembull, për kur tha shejtanit është që ai t'i bën mëkatet shumë të lehta. Dhe gjithmonë thot, hajt se Zoti të fal. Mujt këtë fjalë, hajt me hek prej fjalorit të shumë njerëzve kishte qenë mirë. Pra ai ta bën dyshysh mëkatin shumë të lehtë. Hajt se Zoti të fal. T'jep shpresë të tepruar. Para se me bë mëkatin t'jep shpresë. Mirë po, kur ta bësh mëkatin, thot, Allah nuk të falë. Shika po i poshtër është armiku. Armiku nuk ka besë. Para se me bë mëkatin, Allah të falë. Pasi që ta bësh, Allah nuk të falë. Edhe kjo është mëkat edhe më i madh se vetë mëkati, kur ti humb shpresat në mëshirën e Allahut, sepse shpresat në mëshirën e Tij i humbin vetëm të humburit. Kurse ne thirrsat mundohemi, ju themi të kundërtën. Ne ju friksojmë nga mëkati para se me ronta. Po pasi që të bësh, nuk ti humbim shpresat nga mëshira e Allahut. Se ti mëkati në farë formë është helm. Para se me pi helmin, themi mos e pi se mund të shkaktoj smundje ose të vras, varësisht prej dozës. Mirë po kur ta pish helmin, nuk të themi pret e vdekjen tash, humbi shpresat, po të themi merri masat shka te mjeku. Njëtën gjë bëjmë ani. Parandalimi është më i lehtë se kurimi. Jeni të bindur. Ju mund të bëni mëkate dhe të pendoheni, mirë po kurimi është gjithmonë më i vështirë. Prandaj parandalimi është më i mirë se kurimi. Kështu që largoni mëkate. Se mëkatet ja shkatrojnë jetën, ja udhësojnë jetën dhe janë me të vërtetë helm për shpirtin.